Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin ton Kuzhina e Thjeshtë. Sot do të përgatisim pite me fileto pule. Fillojmë me përbërësit. Pitet e gatshme, fileto pule, qep, domate, speca, djath, beshamel të gatshëm. Të marrim mishin dhe do ta presim në copëza të vogla. Dhe i kemi prerë mishin, marrim një bidan, shtojmë pak vaj ulliri. Shtojmë qepa. Kemi shtuar përbërësit të gjitha në rast, shtojmë dhe domate në fund. Mund të shtojmë kripën, pak piper të kuq, pak piper të zi, dhe përzim. Kemi lënë tepsin me vaj dhe tani fillojmë t'i përgatisim pitet, t'i bëjmë rolo, në formë roloje. T'i mbledhim në këtë mënyrë rolo. Hodhëm dhe beshamel dhe në fund hedhim djathin. Dhe e fusim në 180 gradë në furrë për pjekje. Përfundimi mbas pjekjes, nëse u pëlqeu mund të lini like ose subscribe. Shifemi në gatimet e radhës.